Kolonel, sa është kapaciteti i Iranit në momentin që flasim? Çfarë mund të bëjë ai? Kundër sulmit të tij, çfarë për masash mund të ketë? Deri ku mund të arrijë? Ka një sasi të limituar të kapaciteteve që mund të reagojë. Siç u përmend, janë raketat balistike edhe dronet. Dronet për hir të realitetit, dronet që ka Irani, jo të gjithë arrihen të interceptohen. Sot për sot, mbrojtjen më të mirë antidrone ka Ukraina. E provuar. Madje unë besoj që duhet jenë edhe ekspertët, specialistët Ukrainas në rajon. Kjo ka 2-3 ditë që kryeministri i Britanisë e ka shprehur, që kur filloi sulmi i parë me dronë dhe tha që ne do kërkojmë ndihmën e ekspertëve miqve aleatëve tanë në Ukrainas. Sepse ato janë më të mirët në fakt në interceptimin e tyre, por edhe në zhurmimin e tyre. Pra ato kanë ato masa dhe megjithatë edhe Ukraina nuk arrin të asgjësoj 100%, të interceptoj 100%. Sepse Rusia lëshon me dhjetra çdo ditë. Kështu që këto janë kapacitetet. Në sa i përket kapacitetet balistike, mendoj që kishte kapatur rreth mbase diku të 3000 raketa gjithsej. Po? Pra me rrezet shkurtër të mesme, pra që shkojnë deri në 2500 km. Deri tani besohet që janë përdorur rreth 500 copë deri tani. Dhe pjesa më e madhe është interceptuar. Dhe dronet ngelen sepse dron ka me shumicë. Në goditjen e parë nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Izraeli, objektivi i parë, ato objektivat e parë përveç azhësimit të krerëve, ka qenë pikërisht armët që përbëjnë rrezik për amerikanët dhe izraelitët. Pra janë armët kundërajrore, të mbrojtjes kundërajrore, kanë qenë shtretrit e lëshimit të raketave. Besohet që rreth 50% e shtretërve të lëshimit të raketave balistike janë asgjësuar. Pra dhe kjo është e rëndësishme sepse nuk është një gjënje të lëshojë një sasi të madhe raketash në një moment të caktuar. Qartë. Pra, pavarësisht se Irani flet për një kundërsulm të fuqishëm, nuk ka gjasa ta bëjë. Këto janë kapacitetet, sepse ka ndryshuar mënyra e bërjes luftës. Nuk kanë fare kontakt, nuk ndajnë kufi toksor. Dhe tani lufta bëhet kështu, me fjalë nuk ka asnjë lloj mundësie, thjesht është përdorimi i militantëve që ka në rajon. Natyrisht ato ka filluar të i përdorë dhe Izraeli ka hyrë në Liban pikërisht për këtë arsye, për t'i eliminuar. Këto janë kapacitetet e kësaj, pra balistike, dronet dhe mbështetësit e saj që ka grupet militante që janë në rajon. Ka qenë zbërthimi i detajeve të raketës që tha Faiku pak më parë, shqetësimi i shqiptarëve për një sulm të mundshëm, duke qenë se këto raketa kanë distancë, pra të konsiderueshme. Shiko, ishte një frikë. A ka gjasa të ndodhë kjo apo jo? Ishte një frikë, unë i pata ndjekur këto edhe në përmedia, por gjasat reale kanë qenë pothuajse zero. Sepse e para është që Shqipëria është shumë thellë, pra është antare i NATO-s, është raketa ose çfarë do mjeti që ato të lëshojnë, do kalojnë mbi disa shtete tjera të NATO-s. Që të vi tek ne. Kështu që me mjetet e sotme, NATO, siç e theksova, ka një sistem shumë të mirë të mbrojtjes kundërajrore, është i vetmi sistem që është i centralizuar dhe punon 24/24 dhe kapen që nga momenti që hapet kapaku i lëshuesit raketës, ajo diktohet se ku është. Shumë interesante. Kështu që është e vështirë të thuar që do godasi Shqipërinë apo... E kuptoj.